Mirë se vini. Të gjithë e njohim atë ndjesin, atë peshën që na rëndon kur bëjmë një gabim, kur na duket sikur kemi krijuar një humner mes nesh dhe faljes. Po sikur ajo humner të mos ishte aq e thellë sa e mendojmë. Po sikur mëshira të ishte pafundësisht më e madhe. Sot le të zhytemi pikërisht në këtë temë. Dhe ja ku jemi, tek kjo pesha. Secili prej nesh e ka ndjer, apo jo? Ajo ndjesia e rëndë që të zëfrymën pas një veprimi, një fjale të thënë, një gjëje për të cilën pendohemi thellësisht. Është një peshë që e ndjejmë mbi supe, por më së shumti brenda në zemër. E dini, kjo është ajo që bën faj. Na fut në mendje idenë se disa gjëra janë të pafalshme, se disa dyer janë mbyllur një herë e përgjithmonë. Na bën të besojmë se kemi shkuar aq larg, sa që kthimi është i pamundur. Por a është vërtet kështu? Pikërisht këtu, kur gjithçka duket e rëndë dhe pa shpresë, vjen diçka që ndryshon gjithë lojën. Nuk është një opinion apo një mendim, por një premtim i drejt për drejt, një dritë që shpon errësirën e fajit. Tani, dëgjojeni me shumë vëmendje këtë. Sikur mëkatet ta arrinin deri në qiell. Mendojeni pak të imazh. Kjo nuk është thjesht një fjali e bukur. Kjo është wow. Kjo është më shumë se një premtim, është si një garanci absolute për madhështinë e mëshirës hynore. Hajde ta zbërthejmë pak të imazh kaq të fuqishëm. Ç'do të thotë kjo në të vërtetë? Mëkate që arrin deri në qiell. Kjo nuk është një shprehje e zakonshme. Është përdorur me një qëllim shumë specifik. Imagjinoni pak, një mal i tërë me gabime, kaq i lartë sa prek qiellin. Kjo është një mënyrë për të thënë merre situatën më të keqe të mundshme, gabimin më të madh që mund të imagjinosh. Dhe pikërisht në atë skenar ekstrem, pikërisht aty vjen shpresa. Dhe këtu kemi diçka vërtet e jashtëzakonshme. Shikoni kontrastin. Nga njëra anë, madhësia e mëkatit, sado e madhe të jetë, ka një limit metaforik sa qejt, pra mund ta përfytyrosh. Por nga ana tjetër, mëshira, ajo përshkruhet si pa kufi. Njëra është e matshme, tjetra është e pamatshme, absolutisht e pafundme. E po, sigurisht, kjo mëshirë e pafundme ka një derë, dhe për ta hapur atë derë, nevojitet një çelës. Ky çelës është vetëm një veprim, por është gjithçka. Është kushti vetëm që kërkohet, pendimi. Pra çfarë është ky pendim i sinqert? Nuk është thjesht të thuash më vjen keq. Jo. Është shumë më thellë. Është një lëvizje e brendshme, një kthim i vërtet me gjithë zemër, me gjithë shpirt. Është si të rikalibrosh busullën tënde të brendshme dhe ta drejtosh sërish nga Allahu. Dhe ky kthim, ky pendim i vërtet, qëndron mbi dy themele të farta. Së pari, ajo ndjenja e thellë e keqardhës, e ndjen vërtet në shpirt të djeg, dhe së dyti, vendosmëria e hekurt për të mos u kthyer më aty. Këto dyja bashk e bëjnë pendimin real, e shndrojnë nga një fjalë në një realitet shpirtëror. Tani, kur i vendosim të gjitha këto pjesë bashk, çfarë shohim? Para nesh hapet një horizont krejt i ri, një pamje ku shpresa shumë e madhe se çdo hije gabimi. Pra, le të përmbledhim idetë kryesore. E para, mëshira e Allahut është si një oqean i pafund që mund të përpijë edhe malin më të madh të mëkateve. E dyta, porta për të hyrë në këtë oqean është pendimi i sinqert, dhe kjo na çon tek pika e tretë, që është logjike, dëshpërimi thjesht nuk ka kuptim. Të dëshpërohesh është si të përpiqesh të matësh diçka që është e pamatshme. Dhe e gjithë kjo na sjell në një pyetje të fundit, një pyetje për të marrë me vete. Kur e kupton dhe e beson vërtet këtë, pra që shpresa është gjithmonë më e madhe se gabimi, si ndryshon gjithçka. Si ndryshon mënyra se si e shohim veten, si ngrihemi përsëri kur rrëzohemi. Ndoshta pikërisht këtu fillon transformimi i vërtet.